Na dan krejt po vesim se po mirë veç me opozitën. Hajde këshyri 3 veto të shkurta për me kuptu që opozita është fajtori kryesor që na ka çuar në zgjedhje, më saktësisht Lumir Abdigjiku, Vjosa Osmani, sepse kanë pas veç për pushtetin e tyre. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vetë politik, ka shi lëvizjes vendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Po, çka tha Lumiri? Kjo është e datës 10 mars 2025, pra afërsisht një muaj mas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025. S'dum asnjë bashkëpunim, asnjë takim me Kurtin. Rreth 9 muaj bllokad dhe këshireni vetën e radhës tash për me çka ka ndru 3 ditë para zgjedhjeve të dhjetorit. Ju kanë ardhur 2 ftesa për takim nga zoti Kurti, a do të takoni? Besoj që du të takomi tani, gjithë du të takomi. Kuptim. Zoti Kurti edhe publikisht e ka thënë jo një herë, më shumë se një herë, se do të kemi edhe një palë zgjedhje nëse ata nuk fitojnë votat që i dëshirojnë. Unë nuk shoh, unë besoj stabilitet institucional, ju garantoj që do të kemi qeveri. Këtë ju garantoj. Mas 9 muajve fjalët e Lumirit i murera. Lumiri edhe takoj vetëvendosjen, edhe takoj Albinin, edhe du më kohën pjesë e qeverisë. Krejt që ka thot para zgjedhjeve është merrem qeverinë e ardhshme. Kurzimet dhe bllokimet nuk pas kanë qenë për arsye parimore, po pas kanë qenë për hisën qeveri. Këshirin i tash vetën e fundit, çka thot Vjosa Osmani. Dhe tash vi të kuqe për listën serbe, ofertë për bashkëpunim të sinqert në interes dhe vetëm në interes të Republikës së Kosovës për të gjithë deputetët e tjerë të cilët do të zgjidhen nga legjislatura e ardhshme. E tash u boj qartë qëllimi tyne. U bon bashk Lumiri e Vjosa në shpresën që tu bo bashk, rritet pak LDK-ja, rrjedhimisht ju rritet edhe hisja në qeveri. Këta s'pe kanë problem bashkëpunimin me Kurtin. Kurti është i njëjti edhe 2005 dhe 2006. Vjosa Osmani ka bashkëpunu në 2005, Lumiri ka dash me bashkëpunu në 2006, puna është veç të hisja në qeveri. Dhe vendi ka shku në zgjedhje se këta kanë keq llogarit që tu bo bashkë ta dy, rritet LDK-ja. Prandaj ta është qytetar. Këta nuk e kanë për një me, këta s'janë kundër Kurtit, këta s'janë kundër autoritarizmit, këta janë veç për hisën qeveri e pozita shtetërore për veti. Prandaj ne po merremi me opozitën, sepse vendit i mungon opozita. Krejt këta po dojnë më shku me Kurtin. Vetmit që po dojmë mi bo opozit Kurtit dhe me pas opozit për një me në Kosova, jemi ne. Prandaj voto PSD-n për opozit për një me.